Përshëndetje të nderuar shikues, po fillojmë me përmbledhjen e ngjarjeve që karakterizuan javën që lan pas në Gjakov. Edhe tentativa 24 nuk doli të jetë e suksesshme në konstituimin e Kuvendit të Kosovës. Dështimi i radhës zgjati vetëm disa minuta dhe deputetët vazhduan avazën e tyre duke dalë nga salla pa treguar asnjë sukses. Edhe pas 24 herash, seanca radhës është thirrur për të hënën e 2 qershorit. Seanca konstituive filluar më 15 prill po vazhdon tashmë më shumë se një muaj, pasi deputetët e Kuvendit të Kosovës po dështojnë në konstituimin e Kuvendit. Edhe sot për herë të 24 të radhazi me mosngritje dore, ata po kundërshtojnë ta votojnë komisionin për votim të fshetë. Këto dështime të vazhdueshme po ndodhin pavarësisht thirrjeve të përsëritura nga shoqëria civile në Kosovë dhe faktorit ndërkombëtar, që i bëjnë apel vendit të krijojë sa më shpejt institucionet e reja. Nga lëvizja vetëvendosja Artan Abrashi tha se janë duke kontaktuar për diskutim me të gjithë deputetët, që nuk e kanë humbur arsyeën për shkak të presionit nga partitë e tjera. Ne jemi në diskutim me nismën socialdemokrate për gjitha temat. Do të vazhdojmë të ndëgjojmë kërkesat dhe mendimet e tyre, e pastaj ato të diskutojmë në forumet tona vendimarrëse të partisë dhe të grupit parlamentar, dhe se këtë kontakt jemi duke e bërë vazhdimisht, dhe jo vetëm me zotin Limaj, ne do të vazhdojmë të kontaktojmë secili deputet i cili nuk e ka humbur arsyeën për shkak të presionit nga partitë e tyre relevante, dhe dalim nga kjo kriza më shpejt. Ndërkaq temë diskutimi këto ditë është bërë edhe se a është bërë ekzekutimi i pagave të deputetëve për seanca 3 minutëshe, ku deputetët nuk ju kanë shpëtuar këtyre pyetjeve. Nuk vendosin për pagën është çështje procedurale dhe ligjore. Do të thonë, mund duket kështu pyetja atraktive, po nuk është me kontestin edhe me zgjidhjen e këtij problemi. Për një 1500 euro. Dhe deputetëve pa komisione, pa çfarë rritet pak. Ndërkohë nga Instituti Demokratik i Kosovës, Eugen Cakolli në një postim në rrjetin e tij social Facebook, ka bërë të ditur se deputetët janë paguar 2600 euro për 24 seancat e dështuara për më pak se 2 orë të efektshme. Seanca pritet të vazhdojë pas 48 orësh, përkatësisht të hënën. Ndërpritet seanca, shihemi me 2 qershor. Në ndyshimin për keqpërdorim të detyrës zyrtare duke ndihmuar kandidatët duke pajisur me patent shofer në Gjakov janë arrestuar 3 persona. Arrestimi është bërë gjatë së enjtës, ndërsa me urdhër të prokurorit, pastisjet janë bërë në disa lokasione në Gjakov, Gjilan dhe Prishtinë. Mëngjesin e sotëm në komunën e Gjakovës janë kryer bastisje nga Policia Krimeve Ekonomike, sektori për hetimet e korrupsionit. Të vësyri merrverse janë arrestuar 3 persona, drejtori i qendrës për patent shofer në Gjakov, Kamer Shabani, ekzamineri Sadri Sutaj dhe Saber Arifaj, pronari i autoshkollës Kader në Gjakov. Ndërkaq 3 të dyshuarit janë duke u intervistuar për veprime të paligjshme për procesin e pajisjeve me patent shofer. Në këtë qendër më herët kishte pasur edhe arrestime dhe dyshime për manipulime në testet me patent shofer. Kujtojmë se në qendrën e patent shoferëve në Gjakov edhe para disa muajsh janë arrestuar persona të cilët po falsifikonin testet për patent shofer, duke futur pajisje për përgjime. Bastisjet kanë vazhduar edhe gjatë orëve të pasdites. Të vësyri merrverse ka disa muaj që ndaj këtyre personave janë duke zhvilluar hetime. Policia e Kosovës në një komunikat me shkrim ka bërë të ditur se bastisjet janë zhvilluar krahas Gjakovës edhe në disa lokacione në Prishtinë e Gjilan. Java që po e lën pas është karakterizuar edhe me shqetësimin e qindra bizneseve në Kosovë. Ato kanë protestuar kundër legalizimit të tregut të energjisë elektrike. Protesta është organizuar nga Oda Ekonomike e Kosovës, ndërsa protestuesit kanë kërkuar që ky vendim, që pritet të hyjë në fuqi nga 1 qershori, të shtyhet të paktën për 1 vit kalendarik. Sot në Prishtinë që nga ora 10 deri në 12 bizneset protestuan për shkak të pakënaqësive në lidhje me procesin e liberalizimit të tregut të energjisë. Me ma unë shumë biznesi u bashkuan thirrjes së Odës Ekonomike të Kosovës, duke bllokuar hyrjet kryesore në Prishtinë. Gjatë 2 orëve protest nuk pati ndonjë incident. Kryetari i Odës Ekonomike Lulzim Rafuna ka kërkuar reflektim nga institucionet. Në të kundërt, protesta do të vazhdojnë edhe herëve të tjera. Së bashku kemi organizuar sot një shenjë proteste
një protest 2 orëshe prej orës 10 deri në ora 12 për me kundërshtu vendimin për me dalë me 1 qershor në tregun e lirë për shkak se institucionet e vendit, ZRE-ja, po edhe institucionet tjera cilat janë kompetente me pregadit tregun, me pregadit kushtet që me dalë në tregun e lirë, biznesi nuk e kanë pregadit, mirë po bizneset me dhunë po detyrohen me dalë në tregun e lirë, që nga dalja në këtë treg lirë i cili është sot, në këto kushtet të cilat janë sot, bizneset tona do të pësojnë për shkak se do të ketë një rritje të çmimit të energjisë elektrike prej 220 deri në 270% më shumë. Dhe çka do të ndodhë që do të rritët produkti jonë kosovar, do të rritën shërbimet, vlera, çmimi i tyre dhe do të kurrët prodhimi, do të bie prodhimi dhe do të lirohen, reduktohen vendet e punës. Kështu që nuk ka qenë dëshire jona me dalë sot me protestu, jemi detyru me dalë me protestu dhe kërkesa jonë ndaj institucioneve të vendit është që të reflektojnë në kuptimin pozitiv të gjendët mundësia dhe të shtyhet se ne vetëm një kërkesë kemi që ta kemi një fazë të tranzicionit për me dalë në tregun e lirë. Ai gjithashtu bëri të ditur se të gjitha bizneset përfshirë këtu edhe Odën Ekonomike të Kosovës, Odën Ekonomike Amerikane në Kosovë, Aleancën Kosovare të Biznesit dhe Dhomën e Tregtisë dhe Industrisë kanë kërkuar që afati për liberalizim të tregut të energjisë të shtyhet për 1 vit. Ne kemi kërkuar që të jetë 1 vit. 1 vit që të përgatitet edhe tregu, të përgatitet edhe biznesi. Çdo vend, çdo shtet që i ka nxjerr biznesin në tregun e lirë kanë pas fazën e tranzicionit. Mirë po pavarësisht thirrjeve të bizneseve për shtyrje të afatit, ZRE do ta fuqizojë vendimin e saj që nga 1 qershori, ku të gjitha bizneset e mëdha do të dalin nga skema e tarifave të rregulluara dhe do të futen në tregun e lirë. Nga biznesit kalojmë të shëndetësia. Materiali në vazhdim na njeh me fillimin e një shërbimi të ri për pacientët e komunës së Gjakovës. Në qendrën e mjekësisë familjare Ereniku është hapur qendra kujdesit paliativ për herë të parë në vend. Ky shërbim i domosdoshëm për një pjesë të pacientëve. Zyrtarisht Gjakova sot është bërë me qendrën e kujdesit paliativ. Në një atmosferë të ngrohtë u bë inaugurimi i shërbimit të kujdesit paliativ në qendrën e mjekësisë familjare Ereniku si i pari shërbim në nivel vendi. Ky shërbim i ri vjen si përgjigje ndaj nevojës së pacientëve që përballen me sëmundje të rënda, kronike ose në fazë terminale, duke ofruar për kujdesje profesionale, mbështetje emocionale dhe përkushtim njerëzor. Stafi mjekësor do të punojë nga hëna e deri të dielën. Gjatë ceremonisë së inaugurimit, profesionistët e fushës së shëndetësisë, por edhe aktorë tjerë të përfshirë në realizimin e këtij projekti e konsideruan si një projekt të domosdoshëm dhe shumë të qelluar për komunën e Gjakovës. Kujdesi paliativ ka për qëllim të përmirësojë cilësinë e jetës së pacientëve dhe familjeve të tyre, duke ofruar lehtësim të dhimbjeve dhe ndihmë psikologjike në fazat më të vështira të jetës. Ky është një hap i rëndësishëm drejt humanizmit të mëtejshëm të sistemit shëndetësor, ku çdo pacient trajtohet me dinjitet, respekt dhe kujdes të veçantë. Nga data 2 qershorit, të gjithë të interesuarit e moshës 18 deri në 22 vjeç mund të aplikojnë në konkursin për kadet të rinj në Forcën e Sigurisë së Kosovës. Thirrja është publike dhe të gjithë të interesuarit duhet të përmbushin kriteret konform konkursit. Ministria e Mbrojtjes së Republikës së Kosovës nga data 2 qershor do të hapë aplikimin për pranimin e kadetëve në Akademinë Ushtarake. Përveç që kadetët mund të aplikojnë në Akademinë Ushtarake Qendra për Studime Universitare në Kosovë, ata mund të aplikojnë edhe në Turqi, Shqipëri, Kroaci dhe në Maqedoninë e Veriut. Zëdhënësia e Ministrisë së Mbrojtjes Liridona Gashi tha se kadetët që aplikojnë në këto shtete do të jenë në fusha të ndryshme. Trajtimet do të jenë të shumta. Në Akademinë Ushtarake të Turqisë do të kenë mundësi që të aplikojnë për Akademinë Ushtarake Toksore apo mjekësore. Në Maqedoninë e Veriut do të kenë pashtu mundësi aplikimi në disa drejtime. Pastaj në të Shqipërisë në shkenca kompjuterike, në teknologji informative, në marrëdhënie ndërkombëtare si dhe studime në shkenca ushtarake. Ndërsa në Republikën e Kroacisë do të kenë drejtimin leadershipi dhe menaxhmenti ushtarak. Gjithnjë sipas zëdhënësës Gashi ekzistojnë disa kritere që të rinjt e moshës nga 18 deri në 22 vjeç duhet të përmbushin për aplikim. Janë disa kritere të cilat të rinjt e interesuar duhet të plotësojnë.
fillimisht duhet të jenë të shtetas të Republikës së Kosovës, pastaj duhet të kenë moshën 18 vjeç, pra jo më të rinj se 18 vjeç, ose maksimalisht duhet të jenë 22 vjeç, pra duhet të kenë 22 vjet në ditën e mbylljes së konkursit. Dhe gjithashtu është e rëndësishme çështja e gjatësisë trupore, pra duhet të jenë mashkujt kriter është që të jenë të gjatë 165 cm, ndërsa vajzat 160 cm. Duhet të jenë njohës të gjuhëve të vendeve frikse, pra në cilin do akademi që ata aplikojnë duhet të jenë njohës të gjuhës së atij shteti. Këtu përjashtim bën Turqia. Një kriter i rëndësishëm është që aplikuesit nuk duhet të kenë asnjë vepër penale dhe asnjë tatuazh në vendet e parakrahut. Ndër kriteret është që duhet të kalojnë edhe testin e pastërtisë së figurës, pra testin e sigurisë, që do të thotë se nuk duhet të kenë advendim të formës së prerë për sa i përket kryerjes së ndonjë vepre penale. Dhe po ashtu një kriter tjetër është që të mos kenë tatuazhe apo piercing në pjesën e dukshme të parakrahut deri te gishterinë e dukës. Kjo nuk është kriter fillesor, por në rast se kanë tatuazhet, ata kërkojnë që ato të largohen para fillimit të studimeve, pra nuk eliminohen qysh në start për kërçoshje, ka një afat kohër për të cilin kërkohet që të largohen këto simbole që mund të kenë në pjesën e parakrahut. Aplikimi do të jetë i hapur deri me 16 qershor, ku do të pranohen 45 kadet në Akademinë Ushtarake, ku shpenzimet janë të mbuluar nga FSK, e pas diplomimit kadetët do të kenë vend në hierarkinë ushtarake në Kosovë. Deri më 10 qershor do të qëndrojë e hapur thirrja maturantëve për të aplikuar për testin e maturës në platformën e-Kosova, kurse aprovimi aplikimeve nga koordinatorët e shkollave do të bëhet deri më 11 qershor. Ministria e Arsimit njofton se provimi i maturës shtetërore 2025 në Kosovë është planifikuar të mbahet me 21 qershor 2025, ndërsa rezultatet do të publikohen me 30 qershor 2025. Edhe këtë vit, maturantët duhet të aplikojnë përmes platformës e-Kosova për provimin e maturës. Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit ka njoftuar maturantët se që nga sot do të fillojë aplikimi për provimin e maturës. Aplikimi do të zgjasë deri më datë 10 qershor 2025, ndërsa aplikimet do të aprovohen nga koordinatorët e shkollave nga data 1 deri më 11 qershor 2025. Maturantët do t'i nënshtrohen provimit të maturës shtetërore më datë 21 qershor 2025, kurse rezultatet do të bëhen publike më 30 qershor 2025. Për të gjithë ata që do të kalojnë provimin e maturës, certifikatën digjitale do të mund ta shkarkojnë nga njëjta platformë, e-Kosova. Testi është planifikuar të mbahet vetëm në një ditë dhe do të përfshijë vetëm 4 lëndë: gjuhë shqipe, gjuhë angleze, matematikë dhe një lëndë që vetë nxënësit do ta zgjedhin. Secila nga lëndët do t'i ketë 25 pyetje dhe në total provimi do t'i ketë 100 pyetje. Për 2 ditë rresht ka qëndruar i hapur panajiri me produkte artizanale të punuara me shumë përkushtim nga gratë që kanë përjetuar dhunën seksuale gjatë luftës në Kosovë. Ky panajir ka rrugtuar pastaj edhe në qendra tjera me organizim të shoqatës Medika Gjakova. Në Gjakov u organizua panajiri me produkte artizanale të punuara me dashuri dhe përkushtim nga gratë që përjetuan dhunë seksuale gjatë luftës në Kosovë. Ky panajir është një pjesë e një nisme të shoqatës Medika Gjakova. Zana Pylla, asistente, tha se këto aktivitete ndihmojnë gratë të ndihen më të forta dhe më të motivuara. Qëllimi i këtij aktiviteti që bëhet sot në kuadër të shoqatës Medika Gjakova është fuqizimi i grave të mbijetuara të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Qëllimi i këtij panajiri, i cili bëhet në kuadër të Medikës së bashku me 3 organizatat partnere, që janë KRCT-ja, Qendra Drenasit dhe Medika Kosova, është që secila grup të ndihet e motivuar, e fuqizuar, mos ta ndi veten ta nashkaluar ose të lënë mbas dorës pas ngjarjeve që kanë ndodhur gjatë luftës në Kosovë. Çdo kontribut i joni ose i qytetarëve shkon si përfitim i gruas e cila i bën ato produkteve ose i sjell te ne. Po ashtu ky panajir u mirëprit edhe nga qytetarët. Produktet dhe panajiri është shumë e madh edhe dërse shumë që e buen këto
me vullnet, si thonë, e bojnë me dur të artë që i kanë, se cilën herë shkojnë të kultivu, që mësë mi harru këto freskat e këto kretë punimit që i punojnë. Milion gjeneratave tjera, se kjo ka një domethënie shumë të madhe. Edhe mundohen vetë që thonë, me kontributin e tëne, me thonë edhe ka një mesazh, edhe vendeve tjera që ne jemi një popull. Cilat punimet të kuqyrmës shumë të apo të hekën shumë? Ma shumë ti që të dorës, punimet që në dorët marune, artizanatet. Artizane, su për që thonë, me fjara, shqipe shumë e një artizane, ato që punojnë me dorë, ato kanë vlera shumë më të mëdha. Edhe për vullnetarën Nita Bojaxhiu është një ndjenjë mirë kur shef pafund të gjysende të ekspozuara nga një komunitet grash që janë pjesë e historisë së vendit. Rëndësia e këtyre produkteve është që i kanë bërë gratë e dhunume seksualisht në luftë. Edhe na jena si vullnetarë dhe kena dalë mishit. Këto 2 ditë domethënë jena në Gjakov, 2 ditë ardhshme do të jemi në Prizren e shumë komuna tjera. A tregon që sa është ndjesi dhe kënaqësi për juve? Ndjesia dhe kënaqësi është për ne të rinjët, sidomos që marrim pjesë në kësi evente të tilla, edhe pas sa viteve që ka kalu lufta dhe tash të hala po kujtohen gratë që i kanë dhënë luftë, edhe tash të po dalëm në pishisëm këto punimet e tyne. Këto panajire përbëjnë një platformë të rëndësishme jo vetëm për fuqizimin ekonomik të grave, por edhe ndërgjegjësimin të komunitetit. Pas Gjakovës, panajiri do të rrugtoj edhe në Prizren, Pej, Gjilan, Ferizaj dhe Mitrovic, duke shërbyer si një hapësirë për të theksuar rëndësinë e mbështetjes sociale dhe trajtimit dinjetoz të të mbijetuareve të dhunës seksuale. Pas 40 vitesh janë takuar si rrallëherë ish nxënësit e gjeneratës së vitit 1985 në fshatin Doblivare. Ndonse shumica prej tyre jetojnë në diaspor, zgjodhen fundjavën për të takuar në ambientet e shkollës ku mësuan, duke improvizuar edhe një orë mësimore me profesorin e tyre të dikurshëm. Është duke i pritur që të hynë në shkollën fillore të mesme të ulët dëshmorët Leshi në Doblivare. Arsimtari kujdestar është duke i takuar pas 40 vite nxënësit e tij. Ata po takohen si në qershor të vitit 1985, kur ishin ndarë pasi kishin kryer klasën e 8. E ishë nxënësit thonë se kanë emocionet të veçanta që po ribashkohen. I mundu me mbledh gjithë prej diaspore, si shihet shumica jetojnë në diasporë, edhe unë gjithashtu, jetoj në Gjermani. Ishte kënaqësi e madhe mas 40 viteve në klasë, ku kem përfundu klasën e 8. Të lumtur që po ulën në bankat e shkollës dëshmorët Leshi që dikur quhej shkolla fillore Remzi Pula janë të gjithë dhe kanë ndjenja të përzira kur shohin njëri tjetrin përsëri. I kemi bë 40 vjetë, se nuk kemi pa kurrë dhe shak kemi pas pak zërë me njoh njëri tjetrin, nëpërmjet fotom na kemi njoh njëri tjetrin. Tani për neva ka një kënaqësi shumë e madhe që jemi bashku dhe një herë bashkë mas 40 vite. Pothuajse të gjithë kjo klasë që ishte 8 tani dikur sot jetojnë jashtë vendit dhe shumica nga ta nuk janë parë që nga koha kur kanë përfunduar gjysmë maturën. Ata thonë se këto takime duhet t'i bëjnë tradicionale. Inshallah nuk e hupim këtë traditë mas 10 vite vapet derisa të jemi gjallë. Njëherë bilen 10 vjetë, çdo 10 vjetë me mujtë me përsërit kjo. S'ka të paguese me vendindje badehava. Është ti gjithë botën nuk përshkruat të vendlindja vetit, ku je lindje, ku je rrit, shoqënia klasës parë është më e vlefshme në këtë mërnundje 100 vjetë, sukur shoqënia për klasës parë të tjetër në badihova. E për arsimtarin kujdestar, ndrejtës për Leshi, kjo gjenerat është e veçantë për të, sepse ai ditën e parë kur filloi mësimdhënien ishin pikërisht këta nxënës të parë që ju ligjëroj si sot para 40 viteve. Kjo gjenerat është diçka veçantë. Është e veçantë edhe për mua, sepse po të njëjtin vit që e kanë kryer këta klasën e 8, unë kam hyrë punë. Do të thotë si 22 vjeçar në atë kohë, jem hyrë punë dhe këtë edhe pse nuk ishte një kohë gjatë me ta, edhe këta ishin të rreth shumë të gjithë. Por ndoshta që ishim afër këto njëri tjetrit edhe njihmi, unë i kam njohur një pjesë të madhe të tyre,
por edhe përshtypjet për ta relativisht ka qenë shumë të mira, që janë rujt një kohë gjatë, dhe kur kam dëgju që janë të bëni organizim, e kam një me të vërtet edhe unë një kënaqësi shumë të madhe për ta, edhe i përgëzoj që kanë arrit prej viseve të ndryshme mu taku mu bashku me hum kohën dhe besoj se këtë tradita do të vazhdojnë, prap do të takohen. E më kujtime për shkollën, për kohët e kaluara, ishën nxënësit e kryen takimin duke kujtuar edhe mësuesin e parë të tyre Marian Krasniqi, i cili nuk ka mundur të jetë prezent me ta sot. E nxënësit e klasës 8 të gjeneratës 1985 të ish shkollës Remzi Pula të Dobljebarës u ndalen për të bërë fotografinë para shkollës siç e kishin bërë para 40 viteve. Bora e muajit prill duket ti këtë sjell shumë probleme kulturës së vreshtarisë. Vreshtari Butrend Batusha thot se kushtet klimatike do të ulin ndjeshëm rendimentin e rrushit në këtë sezon. Kultivimi i rrushit kërkon përkushtim gati gjatë gjithë vitit. Kjo periudhë gjen vërshtar duke u marrë me kitjen, lidhjen e vreshtave e shumë procedura të tjera që janë të nevojshme për vreshtat. Kështu bën të ditur edhe vreshtari Butrend Batusha. Tash na vëso kemi përfundu procesin e kitjes, lidhjes së vneshtit, tash jemi në procesin e largimit të llastarëve të tepërt, cilët nuk na nevojitin tek pjesa e pradhimit, edhe mundohemi me reduktu atë pjesën e rendimentit për rrushin që dojmë me e marrë. Mes të tjerash Batusha tregon për llojet e rrushit që ai kultivon në vreshtat e tij. Për momentin i kemi rreth 7 hektar, i kemi dy lloje të rrushit, e kemi rrushin e venës dhe atë të troezës. Tek rrushi i venës kryesorën e kemi vranqin si varietet i kuq. Tek të bordhat e kemi muskatin, rizlingun edhe chardonnay, ndërsa tek varietetet e rrushit troezës e kemi Black Magicin, që është kjo parcella këtu, e kemi muskatin e bordhë dhe kardinalin. Ulja temperaturave dhe bora fundit që ra gjatë muajit prill do të ndikojnë këtë vit në ulje të rendimentit të rrushit, bëjt e ditur Batusha. Te pjesa veshtarit, domethënë gjithmonë është një fabrik pa kulm që i thojnë, edhe gjithmonë jemi të rrezikuar që nga pjesa të ftoftit, që nga pjesa e breshrit apo smundje të ndryshme që mundin me ataku. Këtë vit e kemi pas një sfidë ka gjatë madhe me pjesën e të ftoftit, domethënë tash në muajin prill. Po që po mendojmë që kemi shpëtu shumë mirë, domethënë për shihet që ka rendiment kaq mirë me ato se çka kemi prit. Pra, po besoj që është normal që ka më pas rendiment pak më të vogël se sa që ka pas viteve të kaluara, por që në krahasim me ato se cila ka mujt me qenë ai skenari më i keq, kjo është shumë mirë. Batusha shpreson se bora do të jetë dëmi minimal që do të atakojë rrushin gjatë këtij viti. Një ngjarje komunitare që për promovim kishte vrapimin është mbajtur sot në Gjakov. Aktiviteti sportiv Park Run Gjakova mlodhi qindra pjesëmarrës adhurues të vrapimit që testuan vetën në shtegun e vrapimit, 5 kilometra për të rriturit dhe 2 kilometra për fëmijë. Sot në hapësirat të Shkugzës, në drejtim të fshatit Firzë, është mbajtur aktiviteti vrapues Park Run. Në këtë aktivitet komunitar morën pjesë shumë të rinj të reja nga Gjakova dhe vende të tjera. E kemi organizuar si Park Run, i cili do të jetë i përjapshëm. Sot jena pak më stresuar se dita parë, po ndoket që ju kanë mjaftuar, ju kanë përgjigjë thirrjes. Edhe do të fillojmë me dy, si më thon, kategori, garë nuk është, po është shumë e rëndësishme nëse më rrinë mi kryp. Si do qoftë edhe mëse krysh sot herën tjetër, për fëmijë deri në moshën 14 vjeçare, e kemi bë deri në 2 kilometra, kurse për të rriturit deri në 5. Rruga s'është e vështirë, kështu që besoj të gjithë kanë me ia dalë. Jemi mundu sa më shumë me ftu njerëz, e inshallah që ta këtë që kanë ardhur ju pëlqen edhe vinë edhe shokë tjerë, kështu që kjo është. Nismë në këtij aktiviteti mbështeti edhe vrapuesi nga Peja Trim Gashi. Na vrapojmë rregullisht atje te nën Pej, është ndonjëherë kështu kur kena fare ftesës pak më speciale, i bashkangjitem si sot, po për hapje shpresojmë që s'ka mund dal kjo, ka më bërë si traditë. Edhe ju keni vende shumë të bukura për me vrapu, njëjtë sikur sa atje te na, kështu që
sa ma shumë njerëz më marrë me sport. Edhe vrapuesit nga Gjakova nuk nguruan të shprehin opinionin e tyre për organizimin dhe shtegun e vrapimit. Ky lloj organizimi me cilin tani ja kemi fillu më morë në vrapues të Gjakovës, do duhet me qenë shumë më herët. Kjo më shumë ka të bëjë në aspektin personal se sa në institucional ose zyrtar. Vrapimi është sport i cili para 2000 vjetëve ka fillu, tash e dim në maratona kur ka fillu, mirë po aktivitetet fizike duhet me qenë për ditë. Në qenë se jam adhuruese e sporteve në përgjithësi dhe gjithashtu adhuroj shumë natyren, vrapimi të shkrin me natyren në një mënyrë dhe kur je mirë fizikisht ke mirë dhe shëndetin mendor. Duke i vlerësu këto të dyja bashk, natyrisht çdo të shtunë do t'jem këtu në këtë aktivitet. Edhe i vogli Joni Berisha ishte njëri ndër vrapuesit e vegjël të sotëm. Po, në kalova shumë mirë, ishte një periudhë mirë edhe më pëlqej shumë. Kjo organizim dhe ishte shumë kreative dhe më pëlqej shumë. Kjo ngjarje sportive nuk kishte karakter garues, të rriturit vrapuan në shtegun prej 5 kilometrash, ndërsa të vegjëlit zgjodhen shtegun prej 2 kilometrash, si një mundësi për të lidhur me natyrën, për të pasur një mëngjes aktiv dhe për të ndarë energji pozitive edhe me të tjerët. Ndoqët për mbledhjen me disa prej ngjarjeve që karakterizuan javën që lan pas në Gjakov, ndërkohë ju vazhdoni të qëndroni me programin ton. Mirëmbëjtje.